Një nga dhomat që kanë ngjallur më shumë kureshtjen e vizitorëve në bunkerin anti-bërthamor ose objektin 0774 është dhoma e ushtrisë. E ndërtuar në krah të dhomës së diktatorit Enver Hoxha, kjo hapësirë nuk i ka shpëtuar kureshtjes së vizitorëve të shumtë shqiptar dhe të huaj. Kjo për faktin se brenda saj gjendet objekti më i veçantë jo vetëm i kësaj dhome, por i gjithë bunkartit, harta e bunkerëve. Kjo hartë deri dje e klasifikuar si sekret shtetëror dhe ushtarak, u deklasifikua si i tillë me çeljen e ekspozitës së bunkart. Ekspozimi i saj në dhomën e ushtrisë ka tërhequr jashtë masë vëmendjen e atyre që kanë vizituar nga afër 106 zyrat apo dhomat e bunkerit nëntoksor. Harta e bunkerëve tregon të gjitha fortifikimet e ndërtuara kryesisht gjatë viteve 1970 në Shqipërinë e regjimit komunist. Mbi to janë shënuar qendrat e zjarrit, objektet fortifikuese nëntoksore ose vendkomandat e tjerë. Përveç hartës së bunkerëve në dhomën e ushtrisë, publiku mund të shohë nga afër edhe pajisje të ndryshme që tregojnë mënyrën e funksionimit të ushtrisë shqiptare në atë kohë. Disa maska kontragas, një model avioni ushtarak, regjistra e dokumente të ndryshme janë disa nga objekte që të bien në sy sapo futesh brenda në dhomë. Mbi një tavolinë katërkëndëshe prej hekuri apo edhe në mur, shohim dosjen 57 të vitit 1976, e cila përmban metodikën për zhvillimin e stërvitjes së shtabit në rast se ndonjë operacioni për asgjësimin e desantit ajror të armikut.